Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve u hodhën poshtë të gjitha 5 ankesat për votimet në Çashk, të parashtruara nga VMRO, DPMNE dhe LSDM. Ankesat u hodhën poshtë pasi që Komisioni Shtetëror Zgjedhor arsyetoi se kur është mbyllur procesi zgjedhor nuk ka pasur ankesa, por ankesat kanë ardhur pasi janë shpallur rezultatet. Ndërkohë, edhe për pjesëmarrjen masovike në zgjedhje, antarët e KSZ-s arsyetuan se edhe në komuna të tjera ka pasur dalje masovike, prandaj kjo nuk është bazë për të patur rivotim. Në ndërkohë, para Komisionit Shtetëror Zgjedhor ishin tubuar disa banor të Çashkës, të cilët protestonin derisa mbahej seanca e KSZ-s. Me marrjen e informacionit se janë hedhur poshtë ankesat, kandidati fitues për kryetar të komunës së Çashkës, Suat Shaqiri, tha se do të jetë përfaqësuesi të gjithë qytetarëve, pa dallim feje apo kombi. Dhe sot nga dhe njeu demokracia, sepse ne të gjithë qytetarët e komunës së Çashkës treguam maturi, demokraci dhe votuam siç duhet të votohet, ashtu siç gjithë qytetarët tjerë. Prandaj, sot falenderoj të gjithë mbështetësit, në veçanti popullin shqiptar, duke mos e na shkaluar edhe ato të cilët na votuan si popull apo qytetar Maqedon, mergatën në veçanti të cilët treguan maturi europiane, erdhen dhe ju përgjigjen ftesës për të votuar dhe ti mundojnë pak këto pjesën tjetër që të bëjnë ankesën e tyre, sepse qenë ka dalja e lartë e qytetarëve. Sigurisht që po, sepse ato ju përgjigjen ftesës dhe erdhen për të treguar atë dashurinë. Nuk kam shteshtoj më tepër. Konsideroj të gjithë ato të cilët janë këtu, ju falenderit shumë për pjesëmarrjen, falenderit shumë për pjesëmarrjen të gjithë banorëve të Çashkës, javëllëqit tepërm, Vranovcit, Sogles, Mellnicës dhe gjithë qytetarëve tjerë të palës tjetër. Unë do të jem zëri i komunës së Çashkës, jam fitues absolut në formën më të mirë demokratike dhe do të jem i barabartë për të gjithë qytetarët pa dallime fetare dhe kombëtare. Këtë e garantoj dhe do të jem zëri i tyre derisa të jem unë aty. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme konfirmoi që zgjedhjet për kryetar komune në rreth të parë kanë mbaruar në 33 komuna, ndërsa në 11 të tjera janë dorëzuar ankesa ndaj të cilave duhet të veprohet brenda 72 orësh në KSZ ose eventualisht në gjykatën administrative. Gjithsej janë dorëzuar 57 ankesa për vendvotime të ndryshme në Haraçin, Bogdanci, Bosillov, Butel, Veles, Gazibab, Krivogashtan, Prilep, Resnjë, Çajir dhe Çashk. 37 prej tyre kanë të bëjnë me procedurën e konstatimit dhe llogaritjes rezultateve nga votimi, ndërsa 20 për procedurën e votimit. Ndërkohë janë dorëzuar ankesa edhe ndaj 17 listave për këshilltar.